haxhit tanë mund të them me përgjegjësi që ka një haxh me 5 yje. Po mirë, ku po e din ti që çmimi është i lartë? Qysh e ke matë? Qysh e ke marrë vesh, qysh e ke matë? Dhe në anën tjetër, duhet ditur se Bashkia Islame e Kosovës nuk dëshiron thjesht të bëj vetëm haxh dhe të luaj me xhamatin, me vëllezërit tanë, me haxhilerët. Mirë po, haxhilerët tonë duhet ta bëjnë një haxh shumë korrekt, një haxh me standarde, një haxh që i përket një xhamati siç është xhamati jonë. Neve nuk kemi dashur asnjëherë që t'i marrim dhe t'i dërgojmë nëpër aeroporte të ndryshme, por që organizojmë gjithherë direkt prej këtu dhe zbresim në Gjidde. Dhe atje hotelet janë të standardeve të larta, ushqimi është shumë i mirë, me 5 yje, është çmimi më i ulët që mund të jetë. Për shembull, ne kemi dërguar 10 mjek. Kemi dërguar dikun afër 40 e sa udhëheqës të grupeve. Kemi dërguar edhe grupin kryesor atje. Çka do të thotë që këta udhëheqësit shkojnë gratis, mjekët shkojnë gratis, plus ju paguhet shpenzimet të Bashkisë Islame është fjala. E haxhit tanë kanë, mund të them, shumë me përgjegjësi që kanë një haxh me 5 yje. E meritojnë. E meritojnë tash. Mirë po, çmimin e obligon vetë Arabia Saudite. Ti thuar dikuj për shembull që jemi të detyruar të paguajmë vetëm për natën Arafat 2000 euro, thotë e pa besuar, por kjo është realitet.